Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Lezhës u diskutuan dhe u miratuan disa dokumente financiare të rëndësishme, mes të cilave faza e parë e projekt buxhetit afatmesëm 2026-2028, buxheti faktik për 4 muajin e parë këtij viti, si dhe pikat e tjera të ditës. Debati në sallë u përqendrua dhe në çështje konkrete që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Përfaqësues të opozitës ngritin nevojën për ndërhyrjen e menjëhershme urbanistike në zona ndryshme. Bëna zgjidhje duke lutuar në fillimi apo identifikuar një objekt dhe rikonstruktuar për në përshtatur si qerdhe për fëmijët e qytetit Lezhës, për në cilin në hajtën kohur 3 vite dhe rikualifikimin e plot lagjes spitalit dhe lagjes Skënderbeg për bërë mundur zgjerimin e qytetit Lezhës dhe për të shkuar tek ajo që ne shpesh e themi një qytet policentrik apo me disa qendra të zhvilluara. Kjo do na jep të mundësinë që heqim dorë nga mbi ngarkesa për te arsyes me ndërtime në një zonë kufizuar dhe të zgjerojmë Lezhën në parametra bashkëkohor. Në lidhje me investimet, nënkryetaria e Bashkisë Lezhë Brekina Fuksani theksoi se performanca pozitive financiare gjatë këtij viti ka krijuar stabilitet dhe hapësira reale për investime në infrastrukturë dhe shërbime publike. Duke marrë një analizë të planifikimit që ne kemi bërë, është në përputhje me situatën financiare që kemi pasur një vit më parë, ku kemi realizuar të ardhurat në masën 92.6%, ndërsa shpenzimet në masën 80%. Pra flasim për një stabilitet financiar të Bashkisë Lezhë dhe një parashikim realist të ardhurat, planifikimit të ardhurat dhe shpenzimeve për 3 vitet që vinë. Gjithashtu, kryesisht planifikimet kryesore të investimeve që janë në infrastrukturën rrugore apo në infrastrukturën për lulishtet apo për shërbime të tjera që të ofrojnë qytetarëve. Në planifikimin të ardhur që ne kemi bërë nga buxheti që kemi miratuar buxhetin në muajin dhjetor, sot nga janari deri në muajin prill për cilët bëhet raportimi, ka disa mangësi në realizimin e të ardhur, kryesisht për arsye të përmirësimit të sistemit të taksave. Ne kemi punuar pas mirëtimit të paketës fiskale vitin e kaluar deri në muajin të parë të këtij viti, kemi punuar për përmirësimin e sistemit. Këshilli miratoi gjithashtu raportin financiar 3 muajve të parë, si dhe dokumente të tjera me rëndësi për administrimin e punëve publike në qytet dhe njësitë administrative të Lezhës.